Sa herë e ke humbur interesin e një burri vetëm pse i ke pranuar saktësisht atë që ndjen për të? Nëse tani ndjen një ngërç në fyt, atëherë e di saktësisht për çfarë po flas. Dhe nëse sot më dhuron 5 orë e gjysmë nga koha jote, në fund do ta mbash në duar mjetin më të fortë për të zgjuar dëshirën mashkullore dhe për ta mbajtur atë gjallë për gjithmonë. Por kujdes, nuk do të zbukuroj asgjë. E vërteta dhemb, por ajo të çliron. Abonohu menjëherë në këtë kanal, aktivizo zile, sepse bashkë do të zbulojmë mitet më shkatëruese për dashurinë. Dhe ndaj këtë video me mikeshat e tua, të cilat e kanë urgjentisht nevojë ta dëgjojnë. Shkruaj edhe në komente nëse ndonjëherë ke bërë gabimin që do të ta zbuloj menjëherë. Por fillimisht një hyrje e vogël, burrat nuk e vlerësojnë atë që e marrin lehtë. Ata vlerësojnë atë për të cilën duhet të luftojnë. Kjo është një fakt neurobiologjik i gdhendur në trurin mashkullor për miliona vite. Prandaj qëndro patjetër, sepse ajo që vjen tani mund të ta ndryshojë jetën sentimentale për gjithmonë. Në 30 vitet e mia si terapist i sjelljes njohëse kam parë mijëra gra inteligjente, të suksesshme dhe të bukura, të cilat i kanë shkatëruar marrëdhëniet e tyre me vetëm një fjali me një rrëfim që mendonin se do t'i afronte më shumë me partnerin e tyre. Por në të vërtetë, me të kanë shtypur butonin e vetë shkatërimit të lidhjes. E di cila fjali është, të dua më shumë se ti më do mua, apo edhe më keq, nuk mund të jetoj pa ty. Kur një grua e thot këtë, ajo pa vetdije dorëzon gjithë fuqinë e saj. Ajo pranon se ai ka kontroll të plot mbi mirëqenien e saj emocionale. Dhe beso, burrat nuhasin dëshpërimin nga kilometra larg. Por ta shohim hap pas hapi, sepse shpjegimi pas kësaj është shkencërisht magjepsës. Truri mashkullor është i programuar për gjuajti për pushtim. Kur një burr e ndjen se të ka plotësisht të sigurt se nuk ka më asgjë për të pushtuar, truri i tij reptilian e interpreton. Misioni i përfunduar është koha për sfidën tjetër. Është mizore, por është realitet. Dhe ta mohosh nuk ndryshon asgjë nga natyra njerëzore. Para se të më kritikojnë feministet, dua të bëj një sqarim. Unë nuk e justifikoj këtë sjellje, unë e shpjegoj atë. Sepse nëse e kupton se si funksionon diçka, mund ta përdorësh në avantazhin tënd. Kjo është dallimi mes viktimës dhe strateges. Në Kolumbi, ku jam rritur, gjyshja ime gjithmonë thoshte, biri im, një burr që nuk duhet të luftoj për një grua, kur nuk do ta vlerësoj atë. Dhe ajo kishte të drejtë. Shumë gra e ngatërojnë dashurinë me pronësi dhe intimitetin me varësi emocionale. Do të tregoj diçka që kur nuk e kam thënë publikisht. Para shumë vitesh kisha një paciente, le ta quajmë Esperanza. Ajo ishte 52 vjeç, e divorcuar, shumë e suksesshme në punë. U dashurua marrëzisht me një burr dhe vendosi të rrezikonte gjithçka. I pranoi atij se ishte gjëja më e rëndësishme në jetën e saj, se patë nuk dinte si të vazhdonte. E di çfarë ndodhi? Brenda 2 javësh ai filloi të largohej. Jo sepse ishte i keq, por sepse truri i tij primitiv interpretoi. Nuk ka më mister, nuk ka më pushtim. Esperanza nga një sfidë ishte shndërruar në një siguri. Por burrat nuk dashurohen me siguri, ata dashurohen me mundësi. Dhe tani vjen diçka vendimtare. Kjo nuk do të thotë që ti duhet të bëhesh e ftohtë apo manipuluese. Bëhet fjalë të ruash dinjitetin, misterin dhe jetën tënde. Bëhet fjalë ta duash atë, pa e humbur veten. Sekreti qëndron në neuroplasticitet. Truri yt mund të riprogramohet për të vepruar më mençur në dashuri. Por fillimisht duhet të kuptosh pse gratë kanë prirje të rrëfejnë shumë dhe shumë shpejt. Grave u është mësuar se shpreja e ndjenjave është virtyt, se ndeshmëria emocionale është baza e një marrëdhënieje të qëndrueshme dhe kjo është kryesisht e vërtetë. Por çdo gjë ka kohën e vet. Nëse në fazat e hershme të një lidhjeje ti shpalos gjithë zemrën dhe varësinë emocionale, është sikur në poker ti vendosësh menjëherë të gjitha kartat mbi tavolinë, ndërsa burrat janë socializuar të jenë më të rezervuar emocionalisht. Kjo nuk i bën më të mirë apo më të këqij, thjesht i bën ndryshe. Dhe kur këto dallime ti kupton mirë, mund të lëvizësh shumë më lirshëm në jetën tënde sentimentale.
e sheh se për çfarë bëhet fjalë në të vërtetë, nuk është se burrat janë të paftë të duan thellë, dashuria e tyre funksionon thjesht ndryshe. Burrat e duan atë që e respektojnë dhe e respektojnë atë që nuk mund ta kenë plotësisht. Prandaj, lexuesja ime e dashur, rrëfimi më shkatërues që mund të bësh është të zbulosh plotësisht gjithë cenueshmërinë dhe varësinë tënde emocionale. Në atë moment ti pushon së qeni partnerja e tij në të njëjtin nivel dhe shndërrohesh në barrën e tij emocionale. Më lejo të them edhe diçka. Edhe burrat kanë frikë nga braktisja, por ata e shprehin këtë frikë ndryshe. Kur një burr ndjen se një grua i përket shumë, se ka shumë nevojë për të, instinkti i tij i mbijetesës emocionale ndizet dhe ai fillon të ndërtojë distancë për të mbrojtur veten. E di cila është ironia? Sa më shumë që ti e ndjek një burr me deklarata dëshpëruese dashurie, aq më shpejt ai vrapon në drejtim të kundërt. Është si uji që do ta mbash fort në pëllëmb, sa më fort që shtrëngon, aq më shpejt rrjedh nga gishtat. Para se të vazhdojmë, dua të bësh diçka për mua. Shko në komente dhe më trego nëse ke përjetuar ndonjëherë diçka të tillë. A ke rrëfyer shumë dhe ke vënë re se si papritur gjithçka ndryshoi? Përvoja jote mund të ndihmojë një grua tjetër që po kalon të njëjtën gjë. E vërteta paradoksale e dashurisë moderne është kjo. Për të dashuruar thellë, duhet të ruash pavarësinë tënde emocionale. Për të dëshiruar intensivisht, duhet të mbetesh një mister që ja vlen të zbulohet. Dhe për të vlerësuar vërtet, nuk duhet kur të dorëzosh të gjithë fuqinë tënde për një herë. Kjo nuk është lojë, kjo është strategji mbijetese emocionale. Në Meksik, ku kam mbajtur shumë ligjërata, gratë më pyesin gjithmonë, por zoti Riso, si mund ta dua dik, pa ju dorëzuar plotësisht, dhe përgjigjja ime është gjithmonë e njëjta, të dorëzohesh nuk do të thotë të humbësh veten. Mund ta dhurosh zemrën, pa dhënë dinjitetin. Dallimi qëndron tek qëllimi pas rrëfimit tënd. A e shpall dashurinë për të krijuar vërtet një lidhje, apo e bën për të detyruar praninë e tij? E bën nga një bollëk i brendshëm apo nga një boshllëk i brendshëm? Sepse këtu qëndron thelbi i çështjes. Kur një grua thot, nuk mund të jetoj pa ty, ajo nuk po flet për dashuri, ajo po flet për varësi emocionale, dhe askush nuk ndjehet i tërhequr nga dikush që ka nevojë për të mbijetuar. Është shumë presion, shumë përgjegjësi. Burrat ndihen tërhequr nga gratë që i zgjedhin, jo nga gratë që kanë nevojë për ta. Midis këtyre dy pozicioneve ndodhet një botë e tërë. Të zgjedhësh do të thot liri, vendimmarrje, autonomi. Të kesh nevojë do të thot varësi, dëshpërim, mungesë. Dhe tani vjen pjesa që ndoshta nuk do ta dëgjosh, por që duhet ta kuptosh patjetër. Nëse ndjen se nuk mund të jetosh pa të, problemi nuk qëndron tek ai por tek ti. Një grua emocionalisht e shëndetshme mund të dojë me pasion, pa humbur identitetin e saj në këtë proces. Një vetvlerësim i qëndrueshëm të lejon të duash nga bollku, jo nga mungesa. Të lejon të thuash, të zgjedh ty në vend të kam nevojë për ty. Dhe beso, burrat këtë ndryshim e ndjejnë energjikisht. Kur ende punoja në Bogot në praktikën time, shpesh më vinin gra e më thoshin, zoti Riso, ai u ndryshua pasi i thash që e dua. Dhe gjithmonë u përgjigjesha, nuk është ai që u ndryshua, je ti që u ndryshove. Ti u shndërrove nga gjahtare në pre. Dhe pikërisht kjo është e vërteta e ashpër e dashurisë. Në momentin që ti zbulon të gjithë cenueshmërinë tënde dhe pranon se ai është gjithçka për ty, ti zhvendos ekuilibrin e pushtetit në marrëdhënie. Edhe pse dashuria duhet të jetë e barabartë, tërheqja ndjek rregulla krejtësisht të tjera. Tërheqja jeton nga pasiguria, nga misteri, nga sfida, jo nga kontrolli i plot ose siguria absolute. Prandaj, marrëdhëniet më pasionante janë ato ku ekziston një ekuilibër forcash, ku asnjëri nuk ka kontroll të plot mbi tjetrin. A të kujtohet ai ndjenjë kur njohet dik që të pëlqeu jashtë mase? Ai emocion i mosdijes nëse edhe ai ndjente njësoj për ty? Ajo drithërim në çdo mesazh, ajo pritje para çdo takimi, kjo është tërheqje e pastër. Por çfarë ndodh kur ai tashmë e di saktësisht se je e çmendur pas tij, se do të bëjë gjithçka për të, se jeta jote pa të nuk do të kishte kuptim?
Atëherë pasiguria merr fund, misteri zhduket, sfida përfundon dhe fatkeqësisht, shpeshherë humbet edhe tërheqja. Këtu vjen diçka intriguese që kam zbuluar pas shumë vitesh kërkimi. Kjo nuk vlen vetëm për burrat. Edhe gratë e humbin interesin kur dikush është tepër i disponueshëm, kur dikush etet shumë për aprovimin ton. Nuk është çështje mashizmi, por thjesht neurologji. Dopamina, përquesi i kënaqësisë dhe motivimit, sekretohet më së shumti kur shpërblimi është i pasigurt. Kur e dim me siguri që shpërblimi është i garantuar, truri humb interesin. Ka kaq thjesht dhe kaq mizorisht. Për këtë arsye kazinot janë aq varëse. Për këtë arsye rrjetet sociale na mbërthejnë kaq fort. Dhe për këtë arsye marrëdhëniet, ku ekziston një ekuilibër forcash, janë më pasionante dhe më të qëndrueshme se sa ato ku njëri prej të dyve dorëzon që në fillim gjithë fuqinë e tij. Por më lejo të sqaroj diçka. Kjo nuk do të thotë që duhet të bëhesh e ftohtë, llogaritëse apo manipuluese. Bëhet fjalë të ruash qendrën tënde emocionale, jetën tënde, ëndrat e tua edhe kurdo me intensitet. Bëhet fjalë të duash me pjekuri, jo me dëshpërim. Dashuria e pjekur thotë, më pëlqen të jem me ty, por jam në rregull edhe pa ty. Dashuria e dëshpëruar thotë, nuk mund të jem pa ty. Ti je gjithçka për mua. E sheh dallimin? Njëra qasje të jep fuqi, tjetra të bën të burgosur. Dhe këtu vjen një e vërtet që do ta ndryshoj mënyrën tënde të parit. Burrat duan të duhen, por nga një grua që e do vetveten e para. Sepse vetëm një grua që e njeh vlerën e saj mund ta njohë vërtet vlerën e një tjetri. Nëse nuk ke një marrëdhënie të qëndrueshme me veten, si mund të kesh një marrëdhënie të qëndrueshme me dikë tjetër? Nëse vetë vlerësimi yt varet nga aprovimi i tij, çfarë sjell vërtet në marrëdhënie? Kjo është paradoksi më i bukur i dashurisë. Për ta dashur vërtet dikë tjetër, duhet të duash vetveten së pari. Për të zgjedhur, duhet së pari të zgjedhësh veten. Për të vlerësuar, duhet së pari të vlerësosh vetveten. Dhe kur një grua hyn në një marrëdhënie nga kjo forcë e brendshme, gjithçka ndryshon. Ajo nuk kërkon më që ai të mbush boshllëqet e saj të brendshme. Nuk ka më nevojë për fjalët e tij të dashurisë që të ndihet e plotë. Ajo është aty sepse ka vendosur të jetë aty, jo sepse i duhet. Kjo është gruaja që burrat e respektojnë. Kjo është gruaja që burrat e vlerësojnë. Kjo është gruaja që burrat nuk duan ta humbasin. Le të shkojmë edhe më thellë, sepse dua që ti kuptosh mekanizmat psikologjik pas kësaj. Kur një grua i rrëfen gjithë dashurinë dhe varësinë e saj emocionale, ajo aktivizon tek burri atë që psikologët e quajnë barë shpëtimtari. Papritur ai ndjehet përgjegjës për lumturinë tënde, për mirëqenien tënde emocionale, për vetvlerësimin tënd. Dhe kjo është një barë e rëndë për çdo, sepse askush nuk mund të jetë përgjegjës për lumturinë e një tjetri. Kjo përgjegjësi i përket vetëm ty. Kur i thua një burri, ti je gjithçka për mua, në mënyrë të pavetëdijshme i thua, unë jam përgjegjësia jote. Dhe shumica e burrave, sado që mund të duan, do ta ndjejnë këtë barë me kohë si të rëndë dhe shtrënguese. Është sikur ti japësh në dorë telekomandën e gjithë botës sate emocionale. Por burrat, e dashura ime, këtë telekomandë nuk e duan fare. Ata duan të duan një grua që është e lumtur edhe pa ata, një grua që është e plotë, sepse vetëm atëherë ata mund të duan lirshëm, pa peshën e të qenit përgjegjës për lumturinë tënde. Prandaj është kaq e rëndësishme ta kuptosh këtë parim. Ti je përgjegjëse për lumturinë tënde. Ai mund ta pasuroj, ta bëjë më intensiv, ta plotësoj, por kur nuk duhet të jetë burimi i vetëm i saj. Kur një grua e kupton këtë dhe e jeton me të vërtetë, ajo bëhet e papërmbajtshme, sepse ajo rrezaton një energji të plotësisë, të bollkut të brendshëm, të forcës emocionale, dhe kjo energji është magnetike. Në vitet e mia si terapist çiftesh kam vërejtur gjithmonë të njëjtën gjë. Gratë që ruajnë misterin dhe pavarësinë e tyre emocionale nuk janë vetëm më të dëshirueshme, por gjithashtu kanë marrëdhënie më të gjata dhe më të përmbushura. Pse? Sepse ato ruajnë jetën e tyre, interesat e tyre, shoqërinë e tyre. Ato mbeten interesante për partnerin, kanë gjëra të reja për të treguar, përvoja për të ndarë, perspektiva për të sjellë.
por kur dorëzon gjithçka dhe shndërrohesh në hijen e tij, kur bota jote rrotullohet vetëm rreth ti, bëhesh e parashikueshme, e lexueshme e mërzitshme. Dhe mërzia është vrasësi i heshtur i çdo marrëdhënieje. Burrat dashurohen me gra që i befasojnë, që i sfidojnë intelektualisht dhe emocionalisht, që i bëjnë të rriten. Ata nuk dashurohen me gra që i adhurojnë dhe që kanë braktisur identitetin e tyre për ta. Dhe ja edhe një e vërtet e rëndësishme, kur një grua ruan pavarësinë e saj emocionale, ajo ruan edhe tërheqjen e saj seksuale, sepse seksualiteti lidhet ngushtë me autonominë personale. Një grua që është e plot në vetvete, që ka ëndrat dhe ambicjet e saj, që nuk ka nevojë vazhdimisht për miratimin e partnerit, rrezaton një energji seksuale jashtëzakonisht të fortë. Është energjia e dikujt që zgjedh me vetdije të jetë aty, jo e dikujt që duhet të jetë aty me çdo kusht. Dhe burrat e interpretojnë këtë autonomi në trurin e tyre primitiv si forcë gjenetike, si një femër të vlefshme, të denjë për t'u pushtuar vazhdimisht sërish. Prandaj, lexuesja ime e dashur, sekreti nuk qëndron në mosrrëfimin e dashurisë, por në mosrrëfimin e varësisë emocionale. Mund t'i thuash atij që e do, por mos i thuaj kurrë që nuk mund të jetosh pa të. Mund t'i tregosh afeksionin, por kur dëshpërimin. Dallimi është i imët, por vendimtar. Të dua vjen nga zemra. Nuk mund të jetoj pa ty, vjen nga frika e braktisjes. Dhe tani dua të tregoj diçka personale që më ka ndihmuar ta kuptoj këtë temë përsë gjalli. Para shumë vitesh isha në një lidhje ku partnerja ime ishte jashtëzakonisht e varur emocionalisht nga unë. Ajo më thoshte vazhdimisht se isha gjëja më e rëndësishme në jetën e saj, se pa mua nuk dinte çfarë të bënte, se gjithë lumturia e saj varej nga unë. Në fillim ndihesha i lëvduar, madje i fuqishëm, por me kohë fillova ta ndiej presionin si të rëndë. Kisha ndjesinë se nuk mund të isha më vetvetja, sepse çdo ndryshim i vogël i humorit tim e prekte atë thellë. Nuk mund të kisha as momentet e mia të vështira, sepse mirëqenia e saj varej nga unë. Kjo përvojë më mësoi ta ndiej në lëkurë çfarë do të thotë të mbash barrën emocionale, të jesh gjithçka për dikë, dhe të siguroj, kjo nuk është romantike, kjo është raskapitse. Burrat kanë nevojë për hapësirë për të marrë frymë, hapësirë për të qenë të papërsosur, për të kaluar proceset e tyre të brendshme, pa ndjerë se nga kjo varet lumturia e partneres së tyre. Ata duhet ta dinë se nëse kanë një ditë të keqe ose kanë nevojë për kohë për veten, kjo nuk do ta shkatërrojë emocionalisht gruan që duan. Prandaj një grua emocionalisht e pavarur është kaq tërheqëse. Ajo i lejon burrit të jetë njeri i papërsosur, i cenueshëm, pa presionin për të qenë gjithmonë mbështetja emocionale e dikujt tjetër. Dhe tani vjen diçka që ndoshta tingëllon kundërintuitive, por është plotësisht e vërtetë. Në momentin që ti pushon së kërkuari me dëshpërim dashurinë e tij, është pikërisht momenti kur ti merr më shumë dashuri. Në momentin që pushon ta ndjekësh emocionalisht, është momenti kur ai fillon të ndjek ty. Ky është ligji i tërheqjes në formën e tij më të pastër. Ajo që e shtrëngon fort të ikën nga duart. Ajo që e pranon shndërrohet. Por kujdes, kjo nuk është një lojë manipulimi. Nuk bëhet fjalë të shtiresh sikur je e painteresuar, ndërsa brenda thyesh. Bëhet fjalë të zhvillosh një pavarësi të vërtet emocionale, atë bollëk personal që të lejon të duash nga forca e brendshme, e jo nga mungesa. Dhe për të arritur këtë, duhet të punosh mbi vetvlerësimin, mbi marrëdhënien me veten. Të duhet një jetë e pasur, e plotësuar, që nuk varet nga asnjë burr. Ëndrat e tua, qëllimet e tua, shoqëria jote, burimet e tua të gëzimit. Kur i ke të gjitha këto, kur jeta jote është e plot më vete, atëherë mund të duash pa u kapur fort. Mund të dorëzohesh pa e humbur veten. Mund të përfshihesh pa u zhdukur. Dhe pikërisht kjo është gruaja që asnjë burr i mençur nuk do të dëshironte kur ta humbiste. Tani dua të flas për shtrembërimet njohëse që na bëjnë të rrëfejmë tepër në marrëdhënie. Një nga më të fuqishmet është gabimi i konfirmimit. Kur jemi të dashuruara, kemi prirje të shohim çdo shenjë pozitive si konfirmim se ai ndjen njësoj. Dhe pikërisht kjo na jep guximin të rrëfejmë ndjenjat tona më të thella. Por këtu qëndron problemi,
Burrat mund të jenë të përkujdesur, të butë dhe romantik, pa qenë gati për një angazhim të thellë emocional. Nëse i interpretojmë gabim këto sinjale dhe i rrëfejmë dashurinë tonë të plotë, e vëmë nën presion për të hyrë në një thellësi emocionale për të cilën ndoshta ende nuk është gati. Burrat zakonisht i përpunojnë ndjenjat më ngadalë se gratë, ndërsa ne brenda disa javësh mund të kalojmë nga tërheqja në dashuri, atyre shpesh u duhen muaj për të arritur në të njëjtin pikë. Nëse ne rrëfejmë ndjenjat tona më të thella para se ai të arrijë aty vetë, krijojmë presion dhe mbingarkesë dhe kjo mund ta largojë. Prandaj është kaq e rëndësishme të respektojmë ritmet e ndryshme emocionale. Nuk bëhet fjalë të jesh llogaritse, por të jesh emocionalisht e mençur dhe të respektosh procesin natyror të dashurisë mashkullore. Dhe këtu një tjetër koncept vendimtar, ndërsjellshmëria emocionale hap pas hapi. Në vend që të rrëfesh gjithçka për një herë, është shumë më efektive t'i tregosh ndjenjat gradualisht, në atë mas që edhe ai i shpalos të tija. Nëse ai të thotë se i pëlqen shumë, ti mund t'i thuash se edhe ai të pëlqen shumë. Nëse ai thotë se po fillon të ndjejë diçka të veçantë për ty, ti mund të përgjigjesh se ndjen njësoj. Por nëse ai thotë, më pëlqen dhe ti përgjigjesh me, jam e çmendur pas teje, ti je dashuria e jetës sime, atëherë e shkatëron këtë ndërsjellshmëri emocionale. Ky ekuilibër krijon parehati dhe mund ta bëjë të ndjejë se marrëdhënia po ecën shumë shpejt ose se ekziston një hendek emocional i cili e vendos atë në një pozitë të pakëndshme. Burrat e vlerësojnë simetrinë emocionale. Ata duan të ndjejnë se janë emocionalisht në të njëjtin nivel me partneren, jo të ndjen disa hapa pas dhe të detyruar të arrijnë. Dhe tani diçka që shumë gra nuk e kuptojnë. Burrat kanë po aq frikë nga refuzimi dhe cenueshmëria, por ata e shprehin këtë frikë ndryshe. Ndërsa gratë shpesh e shprehin frikën përmes kërkimit të sigurisë emocionale dhe rrëfimeve të dashurisë, burrat priren të mbrohen përmes distancës ose mureve emocionale. Kur një burr e kupton se një grua është emocionalisht më e përfshirë se ai vetë, ndizet instinkti i vetëmbrojtjes. Ai mendon, nëse ajo është kaq e dashuruar me mua dhe unë ende nuk jam i sigurt për ndjenjat e mia, mund ta lëndoj shumë. Më mirë mbaj distancë derisa të kem qartësi. Ironikisht, pikërisht rrëfimi që ti e bën për të krijuar më shumë afërsi, shpesh çon në të kundërtën në më shumë distancë. Prandaj është vendimtare të zhvillosh durim emocional. Ndjenjat duhet të kenë kohë të zhvillohen natyrshëm pa presion, pa ngut, pa përpjekje për të kontrolluar ritmin e tjetrit. Dhe këtu vjen një e vërtetë që dhemb, por duhet ta dëgjosh patjetër. Nëse duhet t'i rrëfesh një burri se sa shumë e do, vetëm që ai të vlerësoj, atëherë ai nuk është burri i duhur për ty. Burri i duhur do të vlerësoj për atë që je, jo për atë se sa shumë ke nevojë për të. Ai do të dashurohet me forcën tënde, jo me dobësinë tënde. Ai do të zgjedh sepse të admiron, jo sepse ti e adhuron atë. Dhe kur ta gjesh këtë burr, nuk do të ndjesh nevojën e dëshpëruar për t'i rrëfyer gjithë dashurinë. Do të ndihesh e sigurt në marrëdhënie, e vlerësuar për atë që je, e dashur pa qenë e detyruar kur të lutesh për këtë dashuri. Sepse këtu qëndron e vërteta më e thellë mbi dashurinë. Dashuria e vërtetë nuk lypet, ajo fitohet. Nuk ndiqet, ajo tërhiqet. Nuk kërkohet, ajo frymëzohet. Dhe një grua që e ka kuptuar këtë dhe jeton sipas këtij parimi, bëhet e papërmbajtshme për burrat me cilësi. Sepse ajo rrezaton energjinë e dikujt që e njeh vlerën e vet, që nuk kërkon me dëshpërim dashuri dhe që është gati t'i adhurojë veten vetëm atij që e meriton. Le të mendojmë bashkë si duket një grua që ka zhvilluar këtë pavarësi emocionale të shëndetshme. Ajo nuk është e ftohtë apo e distancuar, por e ngrohtë dhe njëkohësisht e sigurt në vetvete. Ajo është e dashur, por jo e varur. Tregon afeksion, por jo dëshpërim. Kjo grua ka interesat e veta, miqësitë e veta, karrierën ose projektet e veta që i ndjek me pasion. Kur është me partnerin, ajo shijon plotësisht shoqërinë e tij, por kur është vetëm, ndihet po aq e gëzuar dhe e plotësuar. Ajo nuk e kontrollon vazhdimisht telefonin për të parë mesazhet e tij. Nuk i anulon planet e veta vetëm për të qenë gjithmonë e disponueshme për të.
nuk i sakrifikon ëndrat për marrëdhënien, nuk e humb identitetin në procesin e dashurisë. Dhe paradoksalisht, pikërisht ky tip gruaje është ai që tek burrat zgjon pasionin më të madh dhe dëshirën më të fortë, sepse ajo mbetet një mister që ja vlen të deshifrohet, mbetet një sfidë që ja vlen të përballohet. Ajo është një grua që e pasuron jetën e një burri në vend që të shndërrohet në një barë emocionale. Burrat dashurohen me gra që ua pasurojnë jetën, jo me gra që varen nga ta për të ekzistuar. Dhe tani, lexuesja ime e dashur, dua të bësh një ushtrim ndershmërie me veten. Mendo për marrëdhënien tënde të fundit të rëndësishme. A rrëfeve shumë shpejt, a zbulove gjithë cenueshmërinë tënde, me shpresën se do të krijoje më shumë intimitet, a e humbe veten në procesin e dashurisë? Nëse përgjigjja është po, mos e fajso veten. Shumica prej nesh grave kemi kaluar nga kjo fazë, sepse kur nuk na është mësuar të duam me mençuri. Na është mësuar se dashuria nënkupton dorëzim total, sakrificë absolute, humbje të identitetit personal në dobi të identitetit si çift. Por dashuria e pjekur është diçka tjetër. Dashuria e pjekur do të thotë, dy njerëz të plotë që zgjedhin të ndajnë jetën bashkë, jo dy gjysma që përpiqen dëshpërimisht të plotësojnë njëri tjetrin. Dashuria e pjekur thotë, jam i lumtur me veten dhe me ty jam edhe më i lumtur. Dashuria e pa pjekur thotë, jam i lumtur vetëm me ty, pa ty nuk jam asgjë. E sheh dallimin? Njëra qasje vjen nga bollku, tjetra nga mungesa. Njëra tërheq, tjetra largon. Për ta zhvilluar këtë dashuri të pjekur, së pari duhet të punosh mbi marrëdhënien me veten. Duhet të mësosh të jesh vetëm, pa u ndier i vetmuar. Duhet të ndërtosh jetën tënde, pasionet e tua, identitetin tënd të fortë dhe të pavarur. Vetëm kur je i lumtur me veten, mund të duash pa u kapur fort pas dikujt. Vetëm kur ndihesh i plot, mund të plotësosh jetën e një tjetri pa qenë i varur prej tij. Dhe po kjo kërkon punë të brendshme. Kërkon ndonjëherë terapi, shumë vetdije, zhvillimin e inteligjencës emocionale dhe një vetvlerësim të shëndetshëm. Por ja vlen çdo minutë, sepse kur e arrin këtë, nuk tërheq vetëm marrëdhënie më të mira, por gjithashtu udhëheq një jetë më të plotësuar e më të kënaqur në çdo fushë. Tani dua të përmend shenjat që tregojnë se po e ngatëron dashurinë me varësinë emocionale. Sepse është vendimtare të dish ti dallosh këto dy gjëra, nëse dëshiron të duash shëndetshëm. Varësinë emocionale e njeh nga nevoja e detyruar për të qenë gjithmonë me tjetrin, nga frika kur jeni të ndarë, nga ndjenja se jeta jote patë nuk ka kuptim. E njeh kur humbet identitetin tënd, anulon plane dhe sakrifikon marrëdhënie vetëm për të qenë i disponueshëm. Dashurinë e shëndetshme e njeh nga dëshira për të qenë me tjetrin, por jo nga një detyrim i dëshpëruar. Ndihesh mirë kur jeni bashkë dhe ndihesh po aq mirë kur jeni të ndarë. Ruajnë identitetin tënd, miqësitë, interesat. Në varësinë emocionale sundon dëshpërimi. Në dashurinë e shëndetshme sundon zgjedhja e vetëdijshme. Në varësinë emocionale ekziston frika e braktisjes. Në dashurinë e shëndetshme ekziston besimi në vlerën tënde. Në varësinë emocionale ekziston nevoja për kontroll dhe siguri të vazhdueshme. Në dashurinë e shëndetshme ekziston aftësia për të rrjedhur me pasigurinë natyrore të marrëdhënieve. Dhe këtu vjen diçka vendimtare. Kur je në mënyrën e varësisë emocionale, çdo rrëfim që bën ngjyroset nga ky dëshpërim. Burrat ndjejnë këtë energji të mungesës, këtë vibrim të nevojës. Prandaj është kaq e rëndësishme që, para se të rrëfesh diçka, të pyesësh veten, po dua nga bollku apo nga mungesa. Ja një koncept që e pëlqej shumë, vetvarësia emocionale. Do të thotë që vetë ti je burimi kryesor i mirëqenies, i vetvlerësimit, i lumturisë tënde. Që ti e di, pavarësisht çfarë ndodh në një marrëdhënie, unë do të jem në rregull, sepse kam një marrëdhënie të qëndrueshme me veten. Kur zhvillon vetvarësi emocionale, mund të duash thellë, pa u kapur dëshpërimisht. Mund të lidheni, pa u humbur. Mund të jesh i cenueshëm, pa u bërë i varur. Dhe kjo vetvarësi emocionale pasqyrohet në gjuhën tënde, në sjelljen tënde, në energjinë që rrezaton. Nuk thua më,
Nuk mund të jetoj pa ty, por e dua të jetoj me ty. Nuk thua më, ti je gjithçka për mua, por ti je një pjesë shumë e rëndësishme e jetës sime. Ndryshime të vogla në gjuhë që pasqyrojnë ndryshime të mëdha në qëndrimin tënd të brendshëm. Dhe tani dua të flas për të ashtu quajturin efekti pasqyrë në marrëdhënie. Kur ke një marrëdhënie të shëndetshme me veten, kur e vlerëson dhe e respekton veten, automatikisht tërheq njerëz që të vlerësojnë dhe të respektojnë. Është e pamundur që dikush të trajtojë më mirë se sa ti e trajton veten. Është e pamundur që dikush të vlerësojë më shumë se sa ti e vlerëson veten. Prandaj puna e brendshme mbi vetvlerësimin dhe pavarësinë emocionale nuk është vetëm e rëndësishme për tërheqjen e marrëdhënieve më të mira në jetën tënde, por edhe për t'i merituar ato, sepse këtu vjen një e vërtet e pakëndshme. Nëse ke vetvlerësim të ulët, nëse nuk e vlerëson veten, do të tërheqësh burra që ta konfirmojnë pikërisht këtë. Burra që të trajtojnë keq, që nuk të respektojnë, që luajnë me ndjenjat e tua. Pse? Sepse ti pa vetdije kërkon marrëdhënie që pasqyrojnë bindjen tënde të brendshme. Nëse beson se nuk e meriton dashurinë, do të kërkosh burra që nuk të duan vërtet. Nëse beson se duhet të lutesh për dashuri, do të gjesh burra që të detyrojnë pikërisht ta bësh këtë. Prandaj është vendimtare që, para se të kërkosh dashurinë e tjetrit, të ndërtosh një vetvlerësim të vërtetë. Para se të presësh që të tjerët të vlerësojnë, duhet të sigurohesh që e vlerëson veten. Kur bën këtë punë të brendshme, kur zhvillon një vetvlerësim të fortë dhe një pavarësi emocionale të shëndetshme, nuk ndjen më nevojën e detyruar për t'i rrëfyer një burri se sa shumë ke nevojë për të, sepse nuk ke nevojë për të qenë i lumtur. Ti e zgjedh atë sepse ai e pasuron jetën tënde, jo sepse mbush boshllëqet e tua të brendshme. Ky është dallimi midis dashurisë nga bollku dhe dashurisë nga mungesa. Dhe beso, burrat këtë dallim e ndjejnë energjikisht. Në gjithë vitet e mia në këshillim, kam vërejtur një model. Gratë rrëfejnë shpesh shumë herët, sepse duan të përshpejtojnë intimitetin emocional të marrëdhënies. Besojnë se nëse zbulojnë ndjenjat më të thella, edhe ai do të hapet dhe kështu krijohet lidhja e dëshiruar e thellë. Por intimiteti nuk mund të imponohet. Ai zhvillohet natyrshëm me kohë, me besim, me përvoja të përbashkëta. Nëse përpiqesh ta përshpejtosh këtë proces me rrëfime të nxituara, shpesh arrin të kundërtën. Në vend të afërsisë, krijon presion dhe parehati. Burrave u duhet kohë për të përpunuar ndjenjat dhe për të ndërtuar besimin. Nëse ndjejnë se po shtyhen shumë shpejt drejt një thellësie emocionale, për të cilën nuk janë ende gati, reagojnë me distancë. Prandaj është kaq e rëndësishme të respektosh ritmet natyrore të zhvillimit emocional në një marrëdhënie. Intimiteti rritet stres pas strese, përvojë pas përvoje. Dhe këtu një strategji shumë e fuqishme, në vend që t'i rrëfesh vazhdimisht me fjalë se sa shumë e do, tregoja këtë përmes veprimeve të qëndrueshme. Burrat, emocionalisht, janë më të prirur ndaj vizuales se sa ndaj dëgjimit. Ata e përpunojnë dashurinë më mirë kur e shohin dhe e ndjejnë jo vetëm kur e dëgjojnë. I dashur, pa qenë i kapur. I vëmendshëm, pa dhënë përshtypjen se po e mbyll. I ngrohtë, pa dhënë përshtypjen e dëshpërimit. Shfaqe dashurinë tënde përmes gjesteve të vogla të përditshme, përmes pranisë së vërtetë, përmes mbështetjes në momentet e vështira, por gjithmonë nga një pozitë e forcës së brendshme, jo nga mungesa. Dallimi qëndron tek qëllimi pas veprimeve të tua. E bën sepse dëshiron me të vërtetë të shprehësh dashuri, apo e bën sepse dëshiron të sigurohesh për ndjenjen e tij ndaj teje? Burrat e ndjejnë këtë dallim në mënyrë intuitive. Ata dinë të bëjnë dallimin mes një gruaje që do nga bollku dhe një gruaje që kapet nga mungesa. Dhe tani, e dashura ime lexuese, dua të zbuloj sekretin më të fuqishëm për të ruajtur interesin e një burri afatgjat, rritja jote e vazhdueshme personale. Burrat mërziten me gra që bëhen të parashikueshme, që i njohin tërësisht, që kanë pushuar së rrituri dhe së zhvilluari. Por ata mbeten të magjepsur nga gratë që mbeten një mister, që befasojnë, që zhvillohen vazhdimisht.
Kur ke projektet e tua, kur mëson vazhdimisht gjëra të reja, kur mbledh përvojat të tua, mbetesh interesante. Sill gjithmonë tema të reja në bisedë, perspektiva të freskëta në marrëdhënie. Por kur jep gjithçka që në fillim, kur bota jote rrotullohet vetëm rreth ti, kur dorëzon zhvillimin tënd personal, bëhesh e lexueshme, e parashikueshme dhe fatkeqësisht ndonjëherë e mërzitshme. Burrat duan të rriten me një partnere, jo të mbajnë barën emocionale të një gruaje që ka ndalur së zhvilluari. Ata kërkojnë një shoqe në barazi, jo një të varur emocionalisht. Prandaj është kaq e rëndësishme të ruash ëndrat e tua, qëllimet e tua dhe zhvillimin tënd personal, jo vetëm për marrëdhënien, por para se gjithashtu për veten tënde, sepse ti meriton një jetë të pasur e të plotësuar, pavarësisht nga çdo burr. Kur jeton nga kjo qasje, kur jeta jote është tashmë e plotësuar dhe e pasur në vetvete, atëherë çdo burr që hyn në jetën tënde do të jetë një shtesë e bukur dhe jo një domosdoshmëri e dëshpëruar. Ky është dallimi mes protagonistes së jetës tënde dhe një figure dytësore në jetën e dikujt tjetër. Dhe beso, burrat tërhiqen më shumë nga protagonistet sesa nga aktoret dytësore. Tani dua të shpjegoj diçka që shumë gra nuk e kuptojnë. Frika mashkullore nga angazhimi nuk është frikë nga dashuria, por frikë nga humbja e lirisë dhe individualitetit. Kur një burr ndjen se një grua dëshiron të shkrihet krejtësisht me të, se ai duhet të jetë gjithçka i saj dhe ajo gjithçka e tij, atëherë ndizet instinkti i mbijetesës. Ai mendon, nëse lidhem krejt me të, çfarë do të ndodh me ëndrat e mia, me miqtë e mi, me identitetin tim? Prandaj gratë e pavarura janë kaq tërheqëse. Ato tregojnë se është e mundur të duash thellë, pa e humbur identitetin tënd, që mund të lidhesh pa e humbur lirinë tënde. Një grua e pavarur i thot burrit, mund të më duash pa e humbur veten. Mund të më përkushtohesh dhe gjithsesi të mbetesh vetvetja. Mund të ndërtosh një marrëdhënie me mua dhe megjithatë të ndjekësh ëndrat e tua. Kjo është një mesazh shumë më tërheqës se sa: më duaj dhe unë do të jem gjithçka për ty, dhe ti do të jesh gjithçka për mua, dhe nuk do të na duhet asgjë tjetër në jetë. Burrat duan ta plotësojnë jetën tënde, jo të jenë e gjithë jeta jote. Ata duan të jenë të rëndësishëm për ty, por jo burimi i vetëm i lumturisë sate. Dhe këtu, e dashura ime, vjen diçka vendimtare. Kur një burr ka ndjesinë se mund të humbas, pikërisht atëherë është momenti kur të vlerëson më shumë. Jo sepse është i keq apo manipulues, por sepse kështu funksionon psikologjia njerëzore. Ne gjithmonë e vlerësojmë më shumë atë që mund të humbasim sesa atë që e kemi të garantuar. Kjo është ekonomi e pastër emocionale. Dhe kur i tregon se nuk ke nevojë dëshpërimisht për të, se do të kishe qenë mirë edhe pa të, nëse do të duhej, atëherë ai kupton se duhet të përpiqet që të mbajë në jetën e tij. Kjo nuk do të thotë që duhet t'i kërcënosh me ndarje apo të bësh lojra emocionale. Do të thotë që t'i ruan vlerën tënde, dinjitetin tënd dhe jetën tënde. Që i bën të qartë, unë të zgjedh ty, por nëse ti nuk më zgjedh me të njëjtin intensitet, unë gjithsesi do të jem në rregull. Kjo është pozita e vërtetë e forcës në çdo marrëdhënie. Të dish që mund të jesh i lumtur edhe vetëm, pavarësisht se çfarë ndodh me këtë person të veçantë. Dhe kur një burr ndjen se ti je me të, sepse dëshiron, jo sepse duhet, atëherë ai të vlerëson në një mënyrë krejt tjetër. Të respekton më shumë, të dëshiron më shumë, përpiqet më shumë për ty, sepse e di, një grua që e vlerëson veten, që ka mundësi, është një thesar që nuk gjendet lehtë. Më lejo të tregoj diçka personale që më ka ndihmuar ta kuptoj këtë parim thellë. Në një nga marrëdhëniet e mia të kaluara, partnerja ime më thoshte vazhdimisht se unë isha gjëja më e rëndësishme në jetën e saj, se pa mua nuk dinte si të jetonte, se gjithë lumturia e saj vari nga unë. Fillimisht ndihesha i dashur, i vlerësuar, i rëndësishëm, por me kalimin e kohës ndjeva një presion të madh. Kisha ndjesinë se nuk mund të kisha momente të vështira, procese të mia, nevoja të mia, sepse mirëqenia e saj vari krejtësisht nga unë. Dhe paradoksalisht, pikërisht kjo varësi totale emocionale krijoi tek unë një ndjenjë mbytyje, doja hapësirë, kohë për veten, liri emocionale.
Kjo përvojë më mësoi pse pavarësia emocionale është kaq tërheqëse. Sepse kur dikush të do, pa të pasur dëshpërimisht nevojë për ty, të jep hapësirë të jesh njeri i papërsosur me proceset e tua, pa presionin për të qenë gjithmonë mbështetja emocionale e dikujt tjetër. Dhe pikërisht kjo liri zgjon paradoksalisht edhe më shumë dëshirë për të qenë me atë person jo më pak. Prandaj, e dashura ime lexuese, kur zhvillon pavarësinë tënde emocionale, jo vetëm që bëhesh më tërheqëse, por i jep edhe partnerit tënd mundësinë të dojë më lirshëm e më ndershmërisht. Tani dua të tërheq vëmendjen tek diçka që e quaj kurthi i disponueshmërisë së përhershme. Shumë gra mendojnë se po tregojnë dashurinë e tyre kur janë gjithmonë të disponueshme, anulojnë planet e tyre, përgjigjen menjëherë çdo mesazhi, i lën të gjitha për të. Por disponueshmëria totale prodhon të kundërtën. Ul vlerën e kohës tënde dhe me këtë ul edhe vlerën tënde. Kur diçka është gjithmonë e disponueshme, ajo humbet vlerë. Burrat i vlerësojnë gratë që kanë prioritetet e tyre, orarin e tyre, jetën e tyre. Jo sepse duhet të jenë të vështira për t'u arritur, por sepse kështu tregojnë se respektojnë veten. Kur kultivon detyrimet e tua, aktivitetet e tua, rrethin tënd shoqëror, i tregon atij: unë jam një grua me vlerë, me një jetë të pasur dhe të plotësuar. Dhe kjo është shumë më tërheqëse se sa të jesh gjithmonë e lirë dhe duke e pritur. Për më tepër, kjo e bën çdo moment të përbashkët më të çmuar diçka të veçantë, diçka për të cilën ai gëzohet. Por kur ai e di që ti je gjithmonë dhe kudo menjëherë aty për të, kjo pritje zhduket. Prandaj është kaq e rëndësishme të mbash jetën tënde, kohën tënde, aktivitetet e tua jo nga llogaritjet, por nga vetë respekti dhe shëndeti emocional. Dhe këtu vjen një pikë e rëndësishme, të thuash jo nuk është vetëm e shëndetshme, është e domosdoshme. Nëse ai të fton dhe ti ke plane, mos i anulo menjëherë. Nëse ai të shkruan dhe je e zënë, nuk ke pse ti përgjigjesh menjëherë. Nëse ke nevojë për kohë për veten, merre pa ndjenja faji. Këto jo të e vogla tregojnë se ke kufi të shëndetshëm, se e respekton veten, se nuk je e dëshpëruar për vëmendjen e tij. Dhe paradoksalisht, pikërisht këto kufi sjellin më shumë respekt dhe gjithashtu më shumë dëshirë. Burrat i respektojnë gratë që respektojnë veten. Ka kaq shumë thjeshtësi këtu. Tani dua të shpjegoj dallimin mes cenueshmërisë së shëndetshme dhe varësisë emocionale. Shumë gra i ngatërojnë këto dy gjëra dhe pikërisht për këtë rrëfejnë gjëra që nuk duhet t'i rrëfejnë. Cenueshmëria e shëndetshme do të thotë të ndash frikërat e tua, ëndrat, përvojat, mendimet e thella. Të hapesh emocionalisht nga një pozitë e forcës së brendshme, sepse e di që mund ta përballosh çdo reagim. Varësia emocionale nga ana tjetër do të thotë ti rrëfesh se ai është përgjegjës për lumturinë tënde, se pa të ti nuk mund të jesh mirë, se ke nevojë për miratimin e tij të vazhdueshëm për t'u ndier me vlerë. Cenueshmëria krijon intimitet të vërtetë. Varësia krijon presion dhe mbytje. Kur tregon cenueshmëri të shëndetshme, thua: po të besoj diçka të rëndësishme për mua, sepse të besoj dhe dua që të më njohësh më thellë. Kur tregon varësi, thua: kam nevojë për ty që të ndihem e plotë. E sheh dallimin? Njëra buron nga forca emocionale, tjetra nga mungesa e brendshme. Burrat ndihen të nderuar kur një grua e fortë u tregon cenueshmërinë e saj, por ndihen të mbytur kur një grua u jep atyre përgjegjësinë për mirëqenien e saj. Prandaj gjithmonë, para se të ndash diçka shumë intime, pyet veten: e bëj këtë për të krijuar një lidhje të vërtetë apo e bëj sepse kam nevojë për miratimin e tij? Nëse është kjo e fundit, më mirë prit derisa të forcosh sigurinë tënde të brendshme. Dhe tani, e dashura ime lexuese, dua të tregoj rrëfimin më të fuqishëm që mund të bësh, një rrëfim që pak gra guxojnë ta bëjnë. Ti thuash atij se edhe pa të ti je e lumtur. Ti rrëfesh se je e lumtur edhe pa të është deklarata më e fortë që mund të bësh, sepse ajo thyen të gjitha modelet e varësisë emocionale që shkatërrojnë marrëdhëniet. Një burr që e dëgjon këtë e kupton menjëherë se ti nuk je me të nga frika e vetmisë, jo sepse ke nevojë për mbështetje, por sepse e zgjedh lirisht dhe nga bollku yt.
Dhe pikërisht kjo liri, kjo autonomi emocionale, zgjon respekt të thellë dhe dëshirë të vërtetë. Sepse kur një burr e di se ti je e plot edhe patë, ai do të bëjë gjithçka për të mbetur pjesë e jetës tënde. Prandaj, e dashura ime lexuese, herën tjetër kur të ndjesh tundimin për t'i rrëfyer varësinë tënde, ndalu dhe kujto, dashuria e vërtetë nuk lind nga nevoja, por nga zgjedhja e vetëdijshme. Puno me veten, forco vetvlerësimin, ndërto një jetë të pasur e të plotësuar dhe pastaj duaj intensivisht, pa e humbur veten. Ky është çelësi për të tërhequr dhe mbajtur një burr me cilësi dhe më e rëndësishmja, për të pasur një jetë dashurie të shëndetshme, të lirë dhe të plotësuar.